Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po takohemi sonte sërish së bashku në kanalin ton Historiete për të ndarë historinë e radhës. Bëhet fjalë për një marrëdhënie të shkatruar të dy vëllezërve për një arsye të tmerrshme. Nuset e tyre nuk e donin nënën e burrave të tyre, do me thënë nuk e respektonin vjerën e tyre. Dhe nga ky mos respekt, ato përfunduan në këtë gjendje që kanë arritur. Dëgjoni historinë. Ne jemi dy vëllezër, të lindur në të njëjtën shtëpi, të rritur me të njëjtën dashuri të nënës edhe të babait ton. Fëmijërinë e kaluam dorë për dore, si binjak edhe pse ne nuk ishim. Ne nuk kishim as lodra, as shumë gjëra materiale, por kishim njëri tjetrin. Ne ishim pasuria më e madhe që nëna jon kishte. Babai ndroi jetë herët dhe mamaja jon mbeti shtylla e shtëpisë. Një grua me zemër të madhe, por me duar të lodhura nga puna dhe sakrifica. Na rriti me mundë edhe me djers, me bukë të thatë ndonjëherë, por gjithmonë me dashuri. Kaluan vitet, u ritëm, dhe siç është jeta erdhi edhe koha e martesës. U martova unë i pari. Gruaja ime më dukej vajzë e mirë e sjellshme. Thash me vete, ja do të ndërtojmë një jetë të qetë. Më pas u martua edhe vllau im. Jetonim në një shtëpi bashkë me nënën. Fillimi ishte i mirë, por shumë shpejt gjithçka filloi të marrë të pjetën. Në fillim ishin shikimet, pastaj fjalët dhe më pas përplasjet. Të dyja gratë, nusja ime dhe kunata, nuk e donin nënën ton pranë. E duronin vetëm për sy e faqe, por pas dyerve s'e respektonin fare. E shikonin si barë, si dikë që u prishte rregullat e shtëpisë. Nuk e dëgjonin, nuk e pyesnin dhe nuk e ndihmonin. Shpesh e gjeni mamin duke i qarë në heshtje në dhomën e saj. Mos u mërzit, i thonim, do të rregullohen gjërat, i thoja unë. Por nëna vetëm më shikonte me ato sytë e trishtuar dhe më thoshte, nuk dua të bëhem barë për askënd, o biri im. Dhe aty u ndam me vllain, jo nga zemërimi mes nesh, por nga presioni i grave, dhe kështu nisi betejë, kush do të kujdesej për nënën. Unë thash ta mbajmë nënën me radhë. 6 muaj tek unë, 6 muaj tek vllau. Nuk ishte zgjidhje ideale, por ishte mënyra e vetme për të ruajtur paqen. Por nëna në asnjë mënyrë nuk e pranonte. Mos ma hidhni jetën si topin e futballit, thoshte. Nuk dua të më marri në përgoj gratë e lagjes. Nuk jam thes për t'u bartur andej dhe këndej. Në pleqëri dua pak qetësi, jo turp edhe poshtërim. E ku ta kuptoni nuset këtë dhimbje të një nëne të plakur, që përjetoi vetëm sakrifica. As e imja nuk e pranonte, as nusja e vllaut. Njëra thoshte s'mund ta mbaj, jam e lodhur me fëmijët. Tjetra thoshte nuk është e imja, pse të kujdesem unë. E kështu në vend që të ndiheshim bitë të së njëjtës nën, filluam të jemi armiq të njëjtës nën. Dhe për të njëjtën nën. Grindjet mes nesh u bën të shpeshta. Fjalët u bën më të ashpra, dashuria u shndrua në heshtje. E mes gjithë kësaj, ajo që vuajti më shumë ishte nëna jon. Një grua që dha gjithçka për ne, tani e haruar, e pa dëshiruar dhe përçmuar. Dhe pastaj, nënës kishim më. Nëna ndroi jetë para 6 muajsh. Një mëngjes të ftohtë, pa zhurmë dhe pa bujë,
e lodhur nga dhimbja, nga malli dhe nga shpërfillja, vdiq me lotët në sy. Pa e parë kur pajtimin ton, vdiq duke ndjerë veten të tepërt e të braktisur. Tani gratë janë të lumtura, jetojnë jetën me fëmijët e tyre, nuk duan të dinë asgjë për të kaluarën, e ndoshta as për ne, por ne jemi bosh. Ne nuk jemi më ata vëllezër që ishim dikur, nuk kemi më as shpresë as fytyrë për të qarë në heshtje. Na ka mbetur vetëm pendesa dhe njëri tjetri. Nëna nuk është më, por dhimbja që lam pas nuk po largohet. Sot mundohemi të afrohemi sërish, unë edhe vllau. Largohemi nga zhurmat e shtëpive tona sepse nuk ndjejmë më ngrohtësinë aty. Kërkojmë njëri tjetrin sepse vetëm aty e gjejmë pak prej së kaluarës. Vetëm aty ndjejmë se kemi ende diçka të shenjtë. Nëna iku, por na la një mësim që do të jetoj për jetë. Mos lejoni kur që njeriu që ju lindi, që ju rriti, të largohet nga kjo botë me zemrën e thyer. Mos lejoni askënd, as grua, as burr, as botë të ndaj nga gjaku juaj. Sepse kur të ik nëna, kur të shuhet zëri i saj, kur të mos ketë më kush ju thret o birë, do të mbeteni me një zbrasti që nuk mbushet më. Sot nuk dua më as falje nga gratë tona, as shpjegime, dua vetëm që vllau im të më kthehet, dua të jemi sërish dy vëllezër që u ritëm pa urrëtie, sepse në këtë jetë gjithçka mund të harohet përveç fjalëve të nënës që ikën me mall. Mos ma merrni fytyrën në pleqëri. Ishin këto fjalët e nënës, e cila i mori me vete në varr. Kjo histori është një histori aktuale në shoqërinë tonë, ka shumë raste të këtilla, fatkeqësisht dhe këto po shtohen shumë dita ditës, dhe nuk është e bukur për kulturën që të rinjt kanë. Nëna nuk është barë në jetë, nëna është një njeri i cili ka ndërtuar atë shtëpinë ku jeton ti. Po qoftë edhe një shtëpi nëse ti e ke bler vetë, pak rëndësi ka, e ke bler fare lëmundi që ajo nën ka dhënë për ty, që të ka rritur, që është kujdesur për ty, që të ka bërë të Zotin që ti të punosh që ta blesh. Dhe për nënën nuk duhet të kujdesesh. Nëna është antare e familjes tënde. Duhet të kujdesen të gjithë bashkarisht, por kujdesi më i madh duhet jetë për një grua në moshë, e cila nuk është në gjendje që të ketë atë energjinë si mund ta kenë të rinjt. Vediso